Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë ku një 29 vjeçare është shpallur në kërkim nga policia pasi dyshohet se ka plagosur bashkëshortin e saj me thikë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së Tiranës, shtetasja XS, 29 vjeçe, ka goditur bashkëshortin për motive ende të paqarta të cilat po hetohen. Ngjarja ka ndodhur në banesën e çiftit dhe dyshohet se ndodhi pas një konflikti të çastit. I plagosuri ndodhet në spital, ku po merr trajtim mjekësor dhe fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe është në kërkim të 29 vjeçares, e cila është larguar nga vend ngjarja menjëherë pas incidentit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.